Punonjësit shqiptar që jetojnë pranë kufirit dhe shkojnë për punë në Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, por edhe e kundërta, do të jenë në lupën e Inspektoratit të Punës për element të informalitetit dhe zbatimit të kontratës së punës. Inspektorati i Punës në Shqipëri, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut do të kryejnë inspektime të përbashkëta në biznese për këtë kategori punonjësish për të identifikuar nëse janë të deklaruar si punëtor dhe nëse punojnë konform rregullave. Shqipëria dhe vendet e rajonit flasin për lëvizjen e lirë, por lëvizja e lirë e punëtorëve duhet të jetë brenda rregullave dhe këtu përfshihet punë e denjë, punë e sigurt dhe fenomeni i migracionit në rajonin tonë është një fenomen i gjerë dhe inspektoratet janë të angazhuara që të garantojnë që kjo lëvizje e lirë me rregullat përcaktuara qartë të bëhet në formën e saj më të mirë. Kjo lëvizje e lirë e fuqisë punëtore në vendet fqinje duke zbatuar rregullat sipas autoriteteve përgatis Shqipërinë për integrimin në Bashkimin Evropian. Qofse ne këtë e fillojmë dhe zbatojmë në një shkallë më të vogël, është një ushtrim shumë i mirë për integrimin, për të bërë gati vendet tona për të hyrë në familjen e madhe të Bashkimit Evropian, ku lëvizja e lirë e punëtorëve është një realitet i përditshëm dhe është i rregulluar më së miri. Kështu që angazhimi i inspektorateve është eksaktësisht në ato atribute dhe ato detyrime që i jep ligji të garantoj punë të denjë dhe të sigurt për çdo punëtor në të gjitha anët e kufirit. Sipas Inspektoratit të Punës, interesi i punëtorëve për të lëvizur në vendet e kufirit për punë gjatë ditës është veçanërisht i shtuar gjatë sezonit turistik.